Vuani nga fryrja e barkut, këto janë 4 shkaktarët kryesor, mos i injoroni. Përtypja shpejt. Ngrënia shumë shpejt bën që të thithni më shumë ajër, prandaj ndiheni të fryrë. Përtypeni ushqimin më mirë dhe ngadalë. Gjithashtu mund të shmangni dhe pijet e gazuara pasi ju shkaktojnë fryrje të barkut dhe në vend të tyre pini sa më shumë ujë. Disa ushqime të caktuara si produktet e qumshtit, fasulet, ushqime djegëse dhe të skuqura, brokoli, qepa, lule lakra, ushqimet e pasura me shumë yndyrra, mund të shkaktojnë ndjesinë e fryrjes në bark. Të njëjtën gjë shkakton edhe sheqeri dhe pijet alkolike me sheqer. Ushqimi i fortë. Kapslloku është gjithashtu një shkaktar tjetër i fryrjes së barkut. Prandaj që të mos të vuani nga ky problem, siguroni që të merrni të paktën 30 gram fibra në ditë